A e keni ndjerë ndonjëherë atë peshën, pyetjen e madhe, cili është kuptimi i gjithë kësaj? Është një ndjenjë që na prek të gjithëve herët avon. E po, në këtë analizë do të eksplorojmë një filozofi që, e dini, nuk na jep përgjigje të gatshme, por ndoshta diçka shumë më të vlefshme, qartësi dhe liri. Okej, le ti hyjmë drejt në temë. Ja ku është ajo pyetja që shpesh na mban zgjuar natën, që na sjell ankth, konfuzion, pse jemi këtu? Cili është qëllimi i gjithë kësaj në fund të fundit? Dhe menjëherë, kjo filozofi e kthen gjithçka përmbys. Na thot diçka tronditse, vetë pyetja është e gabuar. Po, e dëgjuat mirë. Tani, para se ta hitni poshtë këtë ide, prisni pak. Le të shohim se çfarë logjike e fuqishme fshihet pas kësaj. Mirë, pra, për të kuptuar pse kjo pyetje mund të jetë, le të themi, e kote, duhet të kthehemi krejt në fillim. Një fillim që, në fakt, asnjëri prej nesh nuk e zgjodhi. Ideja kryesore është kjo. Nuk ishte ndonjë plan të madh për ardhjen tonë në jetë. Nuk ishim, si të thuash, një projekt i dizajnuar me kujdes. Jo, sipas kësaj filozofie, ne jemi këtu thjesht si rezultati një zinxhiri të pafund rastësish. Pra, të kërkosh një arsye të paracaktuar është njësoj si të kërkosh një plan të fshehur në një hedhje zari. Thjesht nuk ka. Dhe kjo është një pikë vërtet thelbësore. Mendojeni pak. Ekzistenca vjen e para. Pastaj, dhe vetëm pastaj, vjen dëshira jonë njerëzore për t'i dhënë një kuptim. Pra, nuk po kërkojmë një përgjigje që fshihet diku në univers. Në fakt, ne po përpiqemi të krijojmë një përgjigje për një pyetje që vetë kemi sajuar. Mirë, në rregull. Nëse nuk ka një qëllim të paracaktuar, atëherë çfarë është jeta në të vërtetë? E po, le t'i hedhim një sy strukturës së përvojës sonë të përditshme. Do shohim se ajo është një cikël i vazhdueshëm i dhimbjes dhe kënaqësisë. Tani, hedhini një sy kësaj ndarjeje. Mund të duket pak e çuditshme në fillim. Sipas kësaj filozofie, jeta përbëhet kryesisht nga vuajtja dhe paqja. Gëzimi, siç e shihni, është një pjesë më e vogël. Tani, kjo nuk është për të qenë pesimist, as pak. Është thjesht një këndvështrim realist që na ndihmon të kuptojmë se si funksionon në të vërtetë kënaqësia. Dhe ja ku e shohim se si lidhen këto të dyja, është pothuajse si një kërcim. Dhimbja, për shembull, uria, është si gjendja jonë fillestare, e nevojshme, dhe kënaqësia, kënaqësia, gëzimi i ngrërit, lind pikërisht si një lehtësim nga jo dhimbje. Pra, njëra nuk mund të ekzistojë pa tjetrën. Dhe le ta pranojmë, të gjithë e dimë që edhe kënaqësia e tepërt, sikur ham më shumë se ç'duhet, shpejt e shpejt kthehet në një lloj tjetër vuajtje. Këtu kemi një redefinim interesant të një koncepti të njohur, samsara. Shumica e lidhin me ciklin e jetës dhe vdekjes, me rimishërimin, por këto filozofi e sheh ndryshe. Për të, samsara nuk është diçka që ndodh mes jetëve të ndryshme, jo. Është diçka që e përjetojmë çdo ditë, çdo moment. Ai cikël i pafund i vuajtjes dhe kënaqësisë që ndodh brenda kësaj jete të vetme. Dhe tani arrim te ideja ndoshta më çliruese e gjithë kësaj filozofie. Këtu është pika akses, ku gjithçka që tham deri tani fillon të marrë kuptim në një mënyrë krejt të re. Ja ku është, e thon thjesht dhe troç, pa zbukurime. E di, në shikim të parë kjo mund të tingëlloj pak boshe, madje edhe nihiliste, por prisni. Para se të nxjerrni konkluzione, le ta kthejmë pak monedhën. Le të shohim se çfarë fshihet në anën tjetër të kësaj ideje. Dhe ku vjen pasoja mrekullueshme. Nëse nuk ka një skenar të shkruar paraprakisht për ne, çfarë do thotë kjo? Do thotë se jemi plotësisht të lirë nga presioni për të përmbushur një fat që nuk e zgjodhëm, të lirë nga pritshmëritë të tjerëve. E ndjeni atë lehtësim? Është sikur një bare madhe hiqet nga supet tona. Por sigurisht, kjo liri ka edhe anën tjetër të medaljes, përgjegjësinë absolute. Tani, kapiteni jemi ne, secili prej nesh. Ne duhet ta vizatojmë hartën, ne duhet të zgjedhim drejtimin dhe ne duhet të mbajmë përgjegjësi për çdo hap që hedhim. Askush tjetër nuk mund ta bëjë këtë për ne. Okej, pra, kemi folur për filozofinë, por si e përkthejmë këtë në jetën e përditshme? Le të kalojmë tani te disa këshilla praktike, të zbatueshme për të jetuar një jetë të mirë. Këtu kemi një lloj udhërrëfyesi praktik me 4 hapa. 1. Arritja e pavarësisë, pra, të jesh në gjendje të sigurosh jetesën vet. 2. Kapërcimi i mërzisë, të gjesh diçka, pasione që japin ngjyrë jetës. 3. Të mësosh vazhdimisht, të ushqesh mendjen, të reflektosh.
Dhe 4, ndoshta hapi më i rëndësishëm nga të gjithë, të qëndrosh në të tashmen, të jetosh këtu dhe tani. Kjo është një mënyrë kaq e thjeshtë për ta parë. Mendojeni, nëse jeni shpesh në depresion, me shumë mundësi po jetoni në të kaluarën. Nëse jeni gjithmonë në ankth, me siguri po jetoni në të ardhmen. Por paqja, paqja gjendet vetëm në një vend, këtu, në të tashmen. Tani kjo është një ide e fuqishme. Kur themi është faji dikujt tjetër, ne në thelb po heqim dorë nga fuqia jon. E kuptoni? Por kur themi është faji im, nuk po flasim për vetë fajsim ma apo ndëshkim. As pak, po themi unë kam kontrollin, unë mund ta ndryshoj këtë. Fillimi i çdo gjëje të mirë është pikërisht aty, te marrja e përgjegjësisë. Dhe kjo na çon te ripërcaktimi i disa ideve vërtet të mëdha. Le të zhvendosim fokusin nga një jetë e mundshme pas vdekjes te realiteti që kemi pikërisht tani, para syve tanë. Pra, harrojeni idenë e parajsës dhe ferrit si destinacione të largëta pas vdekjes. Sipas kësaj filozofie, ato nuk janë vende, por gjendje. Zgjedhje që i bëjmë çdo ditë. Parajsa është të jetosh në harmoni me familjen, me miqt, me të tjerët tani. Dhe ferri? Ferri është të luftosh, të lëndosh ata që ke afër, po ashtu këtu dhe tani. Dhe po kështu edhe ideja e pavdekësisë merr një kuptim të ri shumë më të prekshëm. Nuk ka të bëjë me përhershmërinë e shpirtit individual, ka të bëjë me atë që lëm pas. Qëllimi i vërtet, jeta e përjetshme, është të sigurohemi që brezat e ardhshëm, familjet tanë, nipërit tanë, ta gëzojnë këtë botë. Ky është kontributi ynë i përhershëm. Dhe gjitha kjo na sjell te ideja qendrore, te mantra përfundimtare e kësaj filozofie. Është kaq e thjeshtë, por kaq e thellë. Potenciali për një jetë të mirë, për parajsën, nuk është diku tjetër, në një të ardhme të largët. Është gjithmonë këtu, pikërisht këtu ku jemi, në këtë moment. Dhe kështu e mbyllim me këtë pyetje për reflektim. Nëse parajsa është një udhëtim dhe jo një destinacion, nëse kuptimi i jetës nuk gjendet, por ndërtohet, atëherë cila është lëvizja e parë? Cili është ai hapi i vogël që mund të hidhet sot për ta bërë këtë udhëtimin tonin pak më të bukur, pak më shumë si parajsë?